Nisur nga raportimet në media, por edhe nga zëra autoritare në fushën e drejtësisë, flitet për një arrestim të mundshëm nga ana e SPAK-ut të djalit të ish kryeministrit Sali Berisha, Shkelzem Berisha. Ju a besoni se do të ketë një goditje të SPAK-ut kundrejt Shkelzem Berishës? Unë besoj do të ketë goditje të SPAK-ut kundër gjithë këtyre emrave që folet deri tani. Gjithë. Mos keni më rënë. Asa kur, ç'është e kohë është, po do ketë patjetër. Ndryshe duhet filloj dajaku revolucionit. Edhe do ta bëjmë, se nuk mund të jenë këta që na vjedhin më të rrima se ne që vjedhemi. Këta janë më të revoltuar se ne që po rripemi për zgjalli. Kështu që mendoj që gjëja kryesore apo e vetmja që garanton çdo gjë tjetër lidhe me dinjitetin, lirinë, lumturinë e begatinë e shqiptarëve, kalon vetëm nëpërmjet një nukli, që është drejtësia. Kështu që familja Berisha ka merituar me kohë dhe jo vetëm ai, po edhe goca Berishës të arrestohet, edhe gruaja e Berishës edhe Berisha. Të katërt kanë vjedh me të katra. Dhe vazhdojnë vjedhin bashkë me ysmeqarët e tyre që rrinë tek ajo rruga e tij, ku unë besoj që një pjesë e madhe pronave përkasin atij dhe njerëzit e atij. Kështu është. Mendoj që nuk janë shpallur më kot non grata. Ai rreth parë ka korruptuar familjen dhe kjo familje është bërë simbol i korrupsionit. Po ashtu dhe miqtë e tyre. Edhe çfarë ka zgjedhur në listat sigurt të partive, të dy partitë kryesore, i ke pothuaj pjesë e madhe për t'i arrestuar. Se janë futur listë sigurt për shpëtuar dhe për të motivuar nesër për të bërë reforma kundër SPAK-ut. Besoj se do marrin përgjigje. Çfarë po ndodh me Ilir Metën, i cili pothuajse ka rënë në qetësi që pas vendimit të gjykatës lartë, e cila rrëzoi rekursin e tij për lirimin nga burgu? Po, ka rënë çuk kështu, domethënë. Ditë e parë nuk e pranonte, edhe ai si Velie, po në formë tjetër. Ka ulurit, 3-4 ditë ka ulurit kështu. Nuk i flite me gojë, thonin edhe këta punojës të burgut. Ishin çuditshëm shumë. Ka rënë çuk kështu, e këshilloi të sillet mirë aty, duhet ta pastrojë atë ambientin. Nuk ka më shërbëtor t'ia pastrojë. Ta pastrojë edhe qelin, edhe vetën gjithë. Kjo është këshilla ime që i japun dhe uroj ta dëgjoj. Për tjetër ka kuptuar që është më serioze situata se sa mendon ai. E shoh të lirë minimumin mbas 10 vjetëve. Por na ka premtuar që 80 vjeç do bëhet president, kështu që me kismet dhe atjerë. E ka kuptuar që nuk shtyhet me tension të lartë burgu. Burgu do qetësi. Do stil të kalosh burgu. Besoj do këtë marrë në këshim nga nanu. Edhe nga Lefter Kokë. Cilat kanë qenë sjelljet e tij të çuditshme në burg? Po ulurit e shantë. Ndërsa e kuptoj që s'ta kam fajin tjerë ta kam fajin koka jote, vetja. Edhe i qik më me dinjitet tani se është ish president, ish kryeministër. Mos mendoj dhe burgosoj tani atyre njerë ne pasur pasur president, pra do dhe i qik dinjitet aty, pavarësisht që në e them, për hirë postë që ka pas, bëti qik më dinjitosët. Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar socialistët se kush vjedh pas shpine apo korruptohet, do të shkojë atje ku e ka vendin. A është duke paralajmëruar për ndonjë emër të ri kryeministri Rama asaj përket përballjes me drejtsinë? Retorike pa bajate, nuk ka meriton më të analizosh fare, si pas shpine. Ç'më do mua se thesari di e vën mbas shpine? Pika parë e drejtimit i shtetit dhe buji i shtetit është ta ruajë vendin nga kategoria shpërdoruese. Me këtë fjali nuk kalon ka ata që nuk duan ose nuk dinë, po jo. Unë s'mund t'i përgjigjem ndryshe. E dyta nuk je ti që ruan, ti bëj pjesë e qeverisjes, drejtësia të vetëm, kuvendit vetëm e tjerë. Një skandal ka ndodhur në Amerikë këtu, me një operacion Yemen, senatorët po i bëjnë gjimnastik. Këshilltarëve të sigurisë, drejtorit të CIA e të gjithë. Këta kanë uzurpuar më, ku ke këtu
pushtet e iniciativë. Ku ke këtu komisione që të vinë të numërojnë dhëmë dhe mballë, si këtu. S'ke në Shqipëri, si pushteti ekzekutiv, pushteti i paras, oligarkëve, edhe kriminalëve të kthyer oligark, është mbi çdo pushtet tjetër. Tani po del një fije pushtet drejtësie me spakun, që këta janë bërë keq. Akoma me këtë retorikën, kush vjedh? Ka për kapi, pse s'ka kap vet? Tani bëjmë një rezume. Ke sjell kaq të ardhura. Po themi se radhë parë jeta do vazhdonte, do prodhonin, do jetonin. Shqiptarët do vrisin vete, po mos ishte Rama. O zota more Rama tani na merr në të tjerëve, çajm si për Macedonin. Ne do jetonim. Jeta do vazhdonte, siç kishte vazhduar. Hajde bëjmë një rezume. Sa sollet të ardhura edhe sa na humbur, sa janë kapur. Tani kush e ma përgjegjësinë për këto që kanë vjedhur ta? Përgjegjësinë për të vjedhur ma kanë këta të tjerë. Por meritat për arritje, se nuk e di çfarë arritje është bërë, e ka ky i madhi. Po populli voton me votë. Po populli keni shtyp më? Populli e kanë shtyp. Edhe do të thotë që një popull i shtypur që voton, do të na mbyllë gojën ne që kemi drejt. E të bëjmë kusuret kuris se pas ka njerëz që votokën. Po lëre të lirë popull. Nuk mendoj që ka thonë gjë të zgjuar, prapa unë par ne po them, ka hyrë në zgjedhje pa retorik, pa asgjë. Do t'i fitoj ashtu, siç ka nisë, t'i fitoj, ose t'i fitoj, punë e tij. Fundi do të jetë surprizues. Nuk kam ka ardhur Rama, ka zbrit nga hëna, nga Marsi, Rama tek ai lisi me vërta, një nga një e të tërë do të shkojnë ta. Nuk kam më tani. Unë mendoj që era drejtësi po shqetëson dhe Rama. Kur mund të përballet me drejtësinë Edi Rama? Po, nuk e di. Si ta kenë programuar tani, po do t'i vi dita. Çdo person ka ditën e tij. Çdo natë ka fundin e saj. Ta harrojnë ta që do na mbajnë edhe do të qeverisin dhe mas vdekjes, t'i bëjmë dhe i shkop si Solomoni, që edhe i cili zotëron të dhe gjindet, e që mos ta kuptoni gjindet, e mbajti shkopin dhe i vdekur, derisa e gryen krimet dhe ra. Ja t'i bëjmë dhe i shkop tani atje, dhe do të rrim aty në hijen e këtyre, në lyqmin e tyre, po jo më janë. Kur të fillojë ndryshimi, do i marr përpara me shpejtësi të pashur. Unë e parashikoj të dhe besoj do jemi prapë bashkë për biseduar. Nuk ka më kup është mbushur, dhe ku mbushet një kup, çdo pikë që hidhet do derdhet. Nuk me çfarë formash do shmangin. Përse them unë që kup është mbushur? Zullumi kputet duke u trash, litari duke u ullu.